10 shenjat e dashurisë toksike e prindërve. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në këtë video të rëndësishme. Sot do të flasim për një temë që shpesh mbetet tabu në shoqërinë tonë shqiptare dhe jo vetëm, prindërit toksik. Në shumë familje, të flasësh për gabimet e prindërve konsiderohet si mungesë respekt, si tradhti ose si diçka që nuk bëhet. Por realiteti është se sjellja toksike e prindërve lë gjurmë të thella në shëndetin mendor të fëmijëve, gjurmë që vazhdojnë edhe kur ata rriten, krijojnë familjet e tyre ose përpiqen të ndërtojnë një jetë të pavarur. Qëllimi i kësaj videoje nuk është të akuzoj prindërit tuaj, por t'ju ndihmoj të kuptoni, të shëroheni dhe të thyeni ciklin toksik për brezin tuaj dhe për fëmijët tuaj të ardhshëm. Le të fillojmë me pikën e parë. 1. Janë hiperkritik. E para dhe ndoshta më e zakonshme nga të gjitha, prindërit toksik janë hiperkritik. Ata nuk japin kritik konstruktive që të ndihmojë të rritesh. Ata kritikojnë vazhdimisht për çdo gjë të vogël, si vishesh, si flet, si ecën, çfarë notash merr, si gatuan, si rregullon dhomën, madje edhe si qesh. Ti kur nuk bën asgjë si duhet. Po të ishe si motra jote. Pse je kaq i trash, i holl, i ngathët? Kjo kritikë e vazhdueshme krijon te fëmia një ndjenjë të thellë se unë kur nuk jam mjaftueshëm i mirë. Jo vetëm për momentin, por si identitet i përhershëm. Si fëmijë, ti fillon të internalizosh këtë zë kritik. Ai bëhet zëri yt i brendshëm. Edhe si i rritur, kur arrin një sukses, në vend që të gëzohesh, mendja jote thot, por mund të ishte më mirë. Efektet afatgjata? Vetvlerësimi ulët, perfeksionizëm patologjik, ankth kronik, frikë nga dështimi dhe vonesë në marrjen e vendimeve. Shumë njerëz që kanë pasur prindër hiperkritik luftojnë me sindromën e mashtruesit, ndihen sikur suksesi i tyre është fat ose mashtrim, jo merit e tyre e vërtetë. 2. Nuk lejojnë shprehjen e ndjenjave. Prindërit toksik nuk lejojnë që ti të shprehësh ndjenjat e tua të vërteta. Kur ti si fëmijë thua, jam i trishtuar ose më ka lënduar ajo që tha mësuesi, ata të përgjigjen me: çfarë ke ti të trishtohesh? Ka njerëz që vuajnë më shumë. Mos qaj si foshnjë. Ti gjithmonë e tepron. Ata i shohin emocionet e tua si një sulm personal ndaj tyre, si kur ti po i akuzon se nuk janë prindër të mirë. Prandaj i shtypin, i mohojnë ose i tallin, si rezultat, ti mëson që emocionet janë të rrezikshme. Mëson të mbyllësh brenda zemërimin, trishtimin, frikën. Kjo çon në represion emocional, shpërthime të papritura më vonë në jetë, vështirësi në marrëdhënie intime dhe madje probleme fizike si ankth somatizues ose depresion. Të rriturit që kanë kaluar këtë, shpesh thonë: unë nuk e di se çfarë ndjej vërtet. Kam mësuar të jem i qetë për të mos shqetësuar të tjerët. 3. Konkurojnë me ju. Ata konkurojnë me ty në vend që të mbështesin. Kur ti ke një sukses, një notë të mirë, një promovim në punë, një arritje personale, në vend që të gëzojnë, ata ose e minimizojnë, por unë në moshën tënde kisha bërë më shumë ose ndihen xheloz dhe sabotojnë në mënyra të holla. Mund të thonë gjëra që të ulin entuziazmin tënd, ose të fillojnë të flasin për problemet e tyre pikërisht në momentin kur ti po feston. Kjo konkurrencë vjen nga nevoja e tyre për të qenë gjithmonë më të mirë. Ti nuk je fëmia i tyre për të rritur, por një rival i vogël që duhet të mbahet poshtë. Efekti? Ti fillon të fshehesh sukseset e tua, ndihesh fajtor kur je i lumtur, ose ke vështirësi të festosh arritjet sepse mendon se po tradhton prindin. Si i rritur, kjo mund të bëjë të sabotosh veten pa e kuptuar. 4. Nuk i shohin fëmijët si individ. Prindërit toksik nuk të shohin si një individ të veçantë me dëshira, ëndra dhe identitet të pavarur. Për ta, ti je një zgjatim i vetes së tyre. Duhet të realizosh ëndrat që ata nuk i realizuan, të kesh profesionin që ata donin, të martoshesh me atë që ata miratojnë, të jesh krenaria e familjes sipas standardeve të tyre. Nëse ti do diçka tjetër, një karrierë tjetër, një stil jete tjetër, një partner tjetër, kjo shihet si tradhti ose si dështim i tyre si prindër, kjo quhet enmeshment ose ngatërim emocional. Kufit midis unë dhe ti zhduken. Si pasojë, shumë të rritur luftojnë me identitetin e tyre. Kush jam unë vërtet, pa pritshmëritë e prindërve të mi?
Kjo çon në kriza identiteti, vështirësi në marrëdhënie, sepse nuk di si të jesh vetja pa u ndier fajtor dhe një ndjenjë boshllëku të thellë. 5. Kontrollojmë përmes fajit dhe parave. Kontrolli përmes fajit dhe parave, çdo dhuratë, çdo ndihmë financiare, çdo sakrificë vjen me një kusht të fshehtë. Unë të rrita, të ushqeva, të preva, tani ti më detyrohesh. Ata përdorin fjalit klasike. Pas gjithçkaje që kam bërë për ty. Nëse më do vërtet, do të bësh këtë për mua. Parat ose ndihma bëhen vegla manipulimi. Kur ti përpiqesh të vendosësh kufi, ata të kujtojnë borxhin emocional. Kjo krijon te fëmia një ndjenjë të përhershme fajtorie dhe detyrimi. Si i rritur, mund të kesh vështirësi të thuash jo, të menaxhosh financat tënde me pavarësi ose të ndihesh i lirë në marrëdhëniet e tua. 6. Vendosin ndjenjat e tyre të para. Ndjenjat dhe nevojat e tyre janë gjithmonë prioritet. Nëse ti ke një problem, ata e kthejnë bisedën tek vetja. Po ti mendon se ke probleme? Më dëgjo mua çfarë kam kaluar unë. Ata injorojnë nevojat emocionale të fëmijës sepse janë të zhytur në botën e tyre, në stresin e tyre, në viktimizimin e tyre, në nevojat e tyre për vëmendje. Fëmia mëson që nevojat e tij nuk kanë rëndësi. Si i rritur, kjo mund të çojë në kodependenci, marrëdhënie ku ti gjithmonë i vë nevojat e të tjerëve përpara të tua. 7. Kërkojnë vëmendje dhe lëvdata vazhdimisht. Ata kanë nevojë të vazhdueshme për vëmendje dhe lavdërime. Ti duhet të jesh gjithmonë në shërbim të humorit të tyre, të dëgjosh problemet e tyre, të lavdërosh vendimet e tyre, të jesh fëmia i mirë që i bën ata të ndihen krenar. Nëse ti nuk e bën këtë, ata të akuzojnë për mosmirënjohje ose egoizëm. Kjo e kthen fëmijën në një furnizues emocional për prindin. Është një rol i rëndë që nuk i përket një fëmije, efekti afatgjat, vështirësi në të qenit egoist në mënyrë të shëndetshme, frikë se do të quhesh egoist nëse kujdesesh për veten. 8. Përdorin heqjen e dashurisë si dënim. Heqja e dashurisë si dënim, kur ti nuk bën atë që ata duan, ata tërheqin dashurinë, heshtje të gjata, ftohtësi emocionale, injorim, ose fjalë si tani nuk të dua më si më parë. Kjo është një nga format më të dhimbshme të manipulimit emocional. Fëmia mëson se dashuria është kushtëzuar, jo e sigurt dhe e pa kushtëzuar. Si i rritur, kjo mund të çojë në marrëdhënie ku ti ke frikë nga braktisja, ku pranon sjellje të këqija vetëm për të mos humbur dashurinë. 9. Nuk kërkojnë falje dhe nuk marrin përgjegjësi. Ata kur nuk kërkojnë falje dhe nuk marrin përgjegjësi, gabimi është gjithmonë i yti, i motrës, i babait, i shoqërisë, kur i tyre. Ata luajnë rolin e viktimës së përhershme. Nëse ti nuk do të ishe kaq i vështirë, unë nuk do të isha detyruar të bëja këtë. Kjo mungesë përgjegjësie e bën të pamundur shërimin e marrëdhënies. Fëmia mbetet me plagë të hapura, pa mbyllje. Si i rritur, mund të kesh vështirësi të besosh njerëzit ose të pranosh gabimet e tua sepse ke mësuar se pranimi është dobësi. 10. Injorojnë kufit e shëndetshëm. Ata nuk respektojnë kufit e shëndetshëm, hyjnë në dhomën tënde pa trokitur, kontrollojnë telefonin, lexojnë ditarin, pyesin për detaje intime të jetës tënde, komentojnë trupin tënd, vendimet tënde financiare ose romantike. Edhe kur je i rritur, privatësia jote nuk ekziston për ta. Kjo të mëson që kufit janë diçka që shkelet. Si i rritur, ose ti nuk di si të vendosësh kufi dhe të ndihesh fajtor, ose i vendos shumë të ashpër nga frika. Përfundimi. Këto janë 10 karakteristikat kryesore të prindërve shumë toksik. Nëse ke njohur disa ose shumicën prej tyre në jetën tënde, di që nuk je i çmendur dhe nuk je i pafalshëm për të ndjerë dhimbje. Nëse kjo video të preku, lëre një like, komento përvojën tënde dhe ndaje me dikë që mund të ketë nevojë. Abonohu për më shumë përmbajtje mbi shëndetin mendor, kujdesu për veten. Ti je i mjaftueshëm. Ti je i denjë për dashuri të pakushtëzuar. Faleminderit që e shikove deri në fund. Shihemi në videon tjetër.